Një aksident i rënd me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e martë në aksin rrugor Vranisht të Vlorë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në qendër të fshatit Vranisht, ku një automjet ka përplasur një këmbësore të moshuar. Sipas informacionit të policisë, automjeti drejtohej nga një 59 vjeçar banues në fshatin Vranisht. Në rrethana që mbeten ende për të sqaruar, mjeti ka aksidentuar një 80 vjeçare, e cila po lëvizte si këmbësore në qendër të fshatit. Përplasja ka rezultuar fatale për të moshuarën. Si pasojë e dëmtimeve të rënda të marra, ajo ka humbur jetën e bën ngjarje, pa mundur të transportohet drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e aksidentit mbritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor. Zona është mbajtur nën kontroll për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa janë administruar provat që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të dinamikës së aksidentit. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë, ku po merret në pyetje dhe po kryen veprimet e mëtejshme procedurale. Autoritetet pritet të përcaktojnë nëse shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia, mungesa e ndriçimit, pakujdesia apo faktorë të tjerë. Grupi hetimor vjen punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, përfshir pozicionin e automjetit, vendin ku ndodhej këmbësoria dhe kushtet e qarkullimit në momentin e përplasjes.